Pra shtetasi huaj numër 2, i cilësuar si i tillë nga FBI, sot ka një emër. Dhe ky është Edi Rama dhe qendrat më të rëndësishme të opinionit publik ndërkombëtar në Bruksel dhe Washington kanë vendosur gishtin ndaj tij. Me gjithë të fakte tronditse që e nxjerrin fare hapur si një financues të një krimi të rënd federal, Edi Rama sërish hesht. Në vend që të bëjë transparencë, sot ka zgjedhur sulmin ndaj opozitës, sulmin ndaj institucioneve. Ka rritur sulmin ndaj prokurorisë për një arsye të vetme, sepse prej një muaji Partia Demokratike ka çuar aty kallëzimin penal për burimin e parave të dyshimta për $80.000 që ka përdorur për financimin e kësaj fotoje. Edi Rama me këtë akt ka konsumuar së paku 3 vepra. I pari, ndikimi i paligjshëm, i dyti, mos deklarim të pasurisë, i treti, pastrim parash. Është kjo arsyeja pse ai kërkonte të kapte drejtësinë.